Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme, si që dini sot në mëngjes, kur hëna e plot në boshtin dashpeshore, na dha mundësin dhe na ep mundësin dhe vendosmërin, gjithashtu dhe pasionin, por si ndikon dhe çfarë duhet bëjmë kujdes, le të hedhim një sy. Sot hëna e plot që u formua dhe në një shenjë të zjarrt, shenjë e dashit që ndriçon qiellin, zemrat tona, është një hënë që na kërkon të gjejmë guximin dhe vendosmërinë për të ndjekur atë që meritojmë me çdo kusht. Hëna e plot në boshtin dashpeshore do të na ndihmojnë të ndërmarrim veprime të rëndësishme dhe të lëmë modelet e vjetra, angazhime të shumta që nuk sjellin dobi për veten tonë. Dhe kjo do të thotë besimin në vetvete. Kujtojmë se kush ishim përpara se të bënim kompromise e të bëshim ajo që të tjerët na tregonin. Pa menduar dy herë. Dashi drejtohet nga Marsi luftarak dhe nëse dëshiron diçka, nuk pret që të jepet leje. Ai vepron pa e menduar dhe pa pasur frikë nga pasojat. Megjithatë, duhet të jemi të kujdesshëm për këtë ndikim, sepse këndi kryesor i hënës së plot është në katërkëndësh me Jupiterin bamirës, i cili përveç fatit sjell edhe mendime dhe problematika të ndryshme që kërkohen vëmendje dhe çështjet impulsive na fusin në telashe. Do të ishte mirë të ishim më të kujdesshëm, më të vëmendshëm në gjëra që duan bëjmë. Duke filluar nga sot dhe në vazhdim, nesër pas nesër, dhe çështje të mëdha që kemi të bëjmë, duket se kjo hënë e plot me pak përpjekje na ndihmon. Por ndikimi që ka të bëjnë Mërkuri me Plutonin, errët, i cili zgjon disa ndikime jo fort as ku duhet, do të thotë pak vëmendje nga debatet. Ana shkaloni këto 2-3 ditë, sepse siguria kërkohet. Mos harroni gjithashtu se hëna e plot gjithmonë ndihmon për të mbyllur çështjet që ndikohen ose janë ndikuar më përpara apo emocionet tona, kështu që mund të ndihemi kaq të presionuar për të marrë vendime ose të jemi në gjendje të përballojmë çdo problemi që mund kemi në vazhdim. Fundi marrëdhënieve që neve kemi pasur një marrëdhënie dhe jemi shkëputur sepse nuk na pëlqente, sepse nuk ishte e jona, është momenti tani. Megjithatë, hëna e plot në dash na kërkon të jemi shumë të vëmendshëm e të bëjmë ndryshimet e nevojshme në jetën tonë, në marrëdhëniet tona. Ndonjëherë duhet të jesh i guximshëm, që do thotë të lëvizësh në drejtimin e duhur dhe të ri, të shkelësh të panjohurën. Dhe kjo nuk duhet të na shkaktoj pasiguri dhe frikë. Megjithatë, sfida tani është të qëndrojmë në këmbë tokë, dhe të marrim vendimet e duhura që mund të kemi ndikimet të së ardhmes të sigurta për jetën tonë dhe vendimet tona. Kjo fazë e hënës ndodh duke prekur njerëz e lindur me planetet personale nga 10 deri në 18 gradë në shenjat impulsive, siç janë Dashi, Gaforia, Peshorja, Bricapi, në mënyrë më të ndikuar. Dhe si preken dhe kush preket më tepër në këtë aspekt dhe ndikimet pozitive? Hëna e plot ndodh në gradën e 14 në shenjën e Dashit që ndikon shumë Dashi, Gaforia, Peshorja, Bricapi, ose që kanë ata planete në këto shenja. Për më gjërësisht, për më të ndikuar në fushën e dashurisë ose të punës ekonomisë, që kanë shanse fantastike. Le të hedhim një sy tani 12 shenjave zodiakale se çfarë ndodh. Por para se të fillojmë parashikrimet zodiakale për 12 shenjat, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja horoskop atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson, duke bler paketën tuaj, numrin për katës të blerjes dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe të flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Gjithashtu, nëpërmjet emailit ose në WhatsApp mund të na shkruani dhe të bisedojmë se si funksionon. Për juve që doni që në kohën që jemi live e doni të dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin tu. E klikoni edhe shikoni se si funksionon
dhe më pas e dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me 12 shenjat zodiakale. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e zjarrt dhe të kuptueshmen. Kjo do thot shenja e dashit. Një hënë e plotë e ditës së sotme që ndodhi në mëngjes, është një hënë që ju nxit të ndryshoni dhe të lini pas qëllimet e vjetruara dhe njerëzit që ju heshtin. Hëna e plotë do t'ju ndihmojë të rilindni, të besoni në vetveten tuaj, të lini pas gjëra të parandësishme, të hartoni një rrugë të re, plane të reja dhe të kujtoni atyre përreth jush se keni kufi dhe nevoja që duhen respektuar dhe shërbyer. Kur të tjerët nuk donin, juve të hapni syt, por juve keni zjarrsin në brendësi të shpirtit tuaj. Duket se juve të shenjës së dashit, nëse disa prej jush mendojnë se pasioni, marrëdhënia dhe ndikimet në anën ekonomike kanë humbur, unë ju them me plot bindje se nga dita e sotme gjërat do jenë shumë herë më mirë dhe tepër të sigurt në të ardhmen tuaj. Në ndikimet dhe problematikat të ndryshme që mund të keni në fusha të ndryshme ekonomike-financiare, në lidhje me takime, në lidhje me vendime që do të merrni, është diçka që duhet parë. Është një diçka shumë e mirë dhe kjo do të thotë që është momenti dhe ndikime të mëdha. Nga ana tjetër mund të ketë zhvillime të papritura ose sekrete të fshehura që mund të dalin në sipërfaqe në një nivel personal ose profesional. Kjo do të thotë me disa zhgënjime të vogla ku keni ndihmuar shumë dhe s'keni marrë asgjë. Por kjo nuk do të thotë që ka probleme ose çështje të pazgjidhura, por është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv mbi ndryshimet e kësaj hëne të plotë. Ajo që do të keni nga kjo hënë e plotë është që ndryshimet që kanë të bëjnë, mundësitë që janë dhe koha që ka të bëjnë tani tutje, duket se me disa ndryshime të vogla, me disa mundësi të arta, është koha mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Vijojmë në një kohë ku mundësitë dhe rëndësitë që keni juve të kësaj shenje është periudha vijimi i të së ardhmes me njohje dhe me kuptime, kështu që në fushën e dashurisë përgatituni për gjëra të reja. Sidomos lidhjet afatgjat me dash dhe me binjak të dhjetëdiqit të parë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja toke, që do thotë shenja e demit. Për juve të kësaj shenje, duket se hëna e plotë në dash është në shtëpinë tuaj të 12. Dhe kjo do thotë ndërgjegje, qetësi, çlirim, emocion. Do të luaj jo më tepër ose do të luaj diçka që kupton në fushën e dashurisë, në fushën e punës dhe të karrierës. Keni ndikime të mëdha. Duhet i kushtoni vëmendje ëndrave, intuitës dhe zërit tuaj të brendshëm. Do dëgjoni ato që po ju thonë dhe kjo, nëse i bëni këto, jeni shumë të fituar. Kjo do thotë pyet 100 vet dhe bëj atë që di mirë ta bësh vet. Kjo është një mundësi dhe kjo hënë e plotë ju kërkon që të keni mundësinë të arrini qëllimin tuaj në çështjet e punës, në çështjet e karrierës dhe të vendimeve që do të merrni. Kjo ka të bëjë shumë të dhjetëdiqit të parë, të dhjetëdiqit të tretë, që kanë mundësinë dhe rëndësinë e veçantë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit. Hëna e plotë mund të tregojë shumë për juve, sepse lidhet me ekonominë, lidhet me standarde të rëndësishme dhe vazhdimësie. Të tre dhjetëdiqit kanë një mundësi shumë të artë, këto ditë që do vinë, deri pothuajse në se ka një ndikim deri në datën 25-26, deri atëherë ndikoheni shumë. Dhe kjo është diçka shumë e madhe, ku juve do keni mundësinë, do keni kohën dhe momentin e duhur. Kjo është diçka shumë e madhe për shenjën e demit, ku do të përfitoni dhe do të jeni shumë të kënaqur në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, që do të thotë binjakët. Hënë e plot në këtë bosh dash peshore. Hedh dritë mbi çështjet që lidhen me qëllimet tuaja, pritjet tuaja, marrëdhëniet tuaja me kolegët, miq dhe përgjegjës dhe shumë herë më tepër ku disa padrejtësi që janë bërë do dalin në dritë. Për ata do jetë problem, për juve është fitim.
Kjo ndodh mbas datës 13. Mirë është dhe keni kujdes se mund të lini disa keqkuptime dhe mund të grindeni. Një misi ose bashkëpunim mund të prishet dhe mund të trishtoheni. Për më tepër në këtë hënë të plot, mirë është që të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak, sepse një fjalë e gabuar prish punë e duhet pasur pa kujdes. Ajo çka do të keni është momenti më i mirë për ju të çështës së binjakëve, sepse në ditët që do vinë, në 3 ditët që do vinë, keni pasur disa çështje problematike të pazgjidhura dhe koha vjen tani që juve i zgjidhni me përpikmëri dhe është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizuar çështjet e pastabilizuara në fushën e punës suaj ose padrejtësitë në lidhje me rolin drejtues ju janë bërë. Koha ka treguar gjithashtu sepse është një moment shumë i mirë tani, është tepër pozitiv me ndryshime, me takime, me vendime të rëndësishme në kohën e dur, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, perfekt për punën, për karrierën dhe gjërat e tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë tani atutje. Rivlerësimi, mendimi, koha, periudha që ju e keni është një moment mjaft pozitiv. Në fushën e dashurisë duket se juve të shenjës së demit të 30 diqve që keni të bëni me akrep të 10 diqit parë, me peshor të 10 diqit të tretë është diçka shumë pozitive, madje ideale, por mos harroni se me peshk është vetjeta. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë uji që do të thotë gaforja. Hënë e plot në shenjën e dashit, nga njëra anë ju bën ambicioz, por nga ana tjetër mund t'ju çojë në shtije të pashkelura. Këtu bëni pa kujdes. Të keni nevojë për të ecur përpara, për të treguar talentin tuaj dhe për të kërkuar ndikime dhe çështjet e punës të karrierës të realizohen, duke kërkuar vendime të rëndësishme që do bëhen tani atutje përmes suksesit profesional. Jeni në kërkim të së vërtetës dhe kjo ju ndihmon. Megjithatë ekziston edhe mundësia që të mos jeni shumë të kënaqur sepse shumë presione që keni kaluar, shumë gjëra, tani ka ardhur koha të kontrolloni gjithçka, ju duhet në kohën e dur, në momentin e dur. Çështjet familjare dhe kjo do të zgjidhet. Mos u nxitoni dhe mos nxitoni të përfitoni drejt për së drejti, por prisni që të realizojnë gjërat aty ku doni juve, sepse është një moment, është një mundësi shumë e mirë dhe kjo mund të ketë ose të bëni diçka në lidhje me se do të pasur pa kujdes nga blerjet juve, sepse brenda këtij muaji, për shembull, mund të lini nevojë për të zhvendosur ose me shtëpi, me familje, ose çështje që kanë të bëjnë me anëtarët e familjes, janë të larguar, do të jeni bashkë, dhe kjo ka të bëjnë shumë në fushën e punës, edhe pse do të keni konkurrent, kjo nuk ju prish punë juve, po ju zgjidh problemin. Mos keni frikë nga që të ndryshoni qëllimet dhe prioritetet tuaja, nëse kjo është ajo që dëshironi. Ky vendim është një ndikim shumë pozitiv dhe një nga më të bukura do thosha unë në lidhje me karrierën tuaj. Në pozicion më i vlefshëm të jeni shumë të lumtur dhe kjo ju pret. Kujdesuni shumë për shëndetin tuaj, se keni lënë dhe pas dore. Kjo do të thotë në lidhje me takime, në lidhje me vendime dhe ndryshime. Në fushën e dashurisë, edhe pse juve keni pasur disa çështje të pazgjidhura, si gjithmonë gafore britëqap, gafore ujor, gafore të diqitret, duhet pasur kujdes sepse mund të keni problematika të ndryshme që nuk mund t'i zgjidhni për momentin, por sidomos me gafore të diqit dytë, edhe pse mund t'jeni ndar, por kjo tregon bashkim. Shkojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që jep mundësi dhe rëndësi në atë që do të bëjmë, që do thotë luanët. Hënë e plot në dash nxjerr në parë çështje që lidhen me ato ligjore, studime, punë, jashtë vendit, udhëtime, komunikime dhe planet e juaja të ardhshme. Mund të vinë, do të keni shumë sukses në këtë drejtim, sepse ajo çka keni në fushën e punës, fushën e pasurisë paluajtshme, ku do të lidhet shumë me gjëra që nuk janë bërë më përpara, është momenti tani. Profesioni juaj, koha juaj, ndikimet më të mëdha, por kjo do të thonë në krahun tjetër të është një moment shumë i mirë, tepër pozitiv, sepse nëse ka problem ose pengesa në planin që ju e keni, mos u shqetësoni, sepse mos u tregoni të paduruar. Të tjerët e dinë dhe juve do ta mësoni. Kjo është diçka shumë e madhe dhe mund të përfitoni. Ajo çka do të keni, do të shikoni
Nëse në të kaluar keni thënë një gënjeshtër për aftësitë ose për disa gjëra në lidhje me punën tuaj, por e keni vendosur sepse këtë gënjeshtër o ka thënë dikush tjetër dhe juve sa e keni thënë, por jo e keni bërë. Të tjerët e kanë bërë dhe kjo është ju është faturuar juve. Kjo vjen si për shkak të disa gjërave dalim sipërfaqe dhe juve fitoni të drejtën tuaj. Kjo do thotë ligjore. Keni kujdes nga disa çështje që mund të lidhen me shpejtësinë, mund të lidhen me alkoolin, mund të lidhen me disa gjëra të kësaj natyre, mirë është të anashkaloheni. Në dashuri duket se është një kohë shumë e përshtatshme, sidomos luan dash, luan shigjetar apo luan akrep. Është një lidhje solide dhe një periudhë mjaft e mirë për ta stabilizuar ata. Vijojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek një shenjë toke që do thotë virgjëresha. Meqense virgjëreshat duket se ndodh kjo hënë e plot në shtëpinë financiare të shenjës tuaj diellore, ku ndriçon nga hëna e plot në boshtin dashpeshore. Dhe nxjerr në pa gjithçka që lidhet me sigurinë. Lidhet shumë me çështje që kanë të bëjnë me disa çështje kredie, trashëgimnie, prone, investime, financa të përbashkëta me partnerin ose partneren, familjen tuaj. Dhe kjo do thotë që është një ndikim mjaft i mirë ku do të zgjini zgjidhje. Mund të vendosni të kërkoni parat e juaj që ju detyrohen, të merrni disa të ardha të papritura, të nënshkruani një marrëveshje financiare ose të shlini një borxh. Në përgjithësi, do të përpiqeni të zbuloni disa veprime të gabura që janë ndërmarrë në të kaluar nga persona të tretë, të cilët po krijojnë disa probleme në menaxhimin tuaj të financave dhe këtu do të ndryshoni gjithçka, sepse vendimi që do të merrni në çështje financiare, kjo mund të jetë shkaku që keni pasur probleme nga persona të tretë, por kjo është e zgjidhshme. Gjithashtu, mosmarrveshjet ose diçka të kësaj natyre, duket se është momenti tani juve të përfitoni sepse disa fonde që i prisnit juve të shenjës virgjëreshe nuk i keni marrë dhe kjo është diçka shumë e mirë sepse procesi dhe mundësitë që janë shumë të mëdha për juve do të dilni shumë të fituar. Kjo është diçka shumë pozitive për ju të shenjës virgjëreshes, bini pas sepse e keni mundësinë, jo se va thot Jorgo. Në çështje shpirtërore jeni pak fajtore, sepse juve e keni pasur mundësinë, por lënë bazdore për disa gjëra që nuk janë aq shumë të lidhura ose bërë diçka të madhe, por gjithsesi kjo është periudha më mirë e mundshme dhe është koha ideale që juve i dedikoheni familjes. Dhe kjo, sidomos virgjëresh peshk ose virgjëresh dash është diçka shumë e mirë, por dhe virgjëresh binjak është ana pozitive. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë ajri që do të thotë peshorja. Hënë e plot që u formua përballë jush nxjerr në pa çështjat e marrëdhënieve, të martesës dhe partneriteteve. Dhe disa prej jush mund të përgatiten për të marrë vendime serioze për sa i përket martesës, lidhje me të ardhmen, në gjërat që do të keni. Dhe keni shumë mundësi sepse përgatituni për ndryshime të rëndësishme, ku është një moment mjaft i mirë në lidhje me çështjet, me takimet dhe marrjen e vendimeve që do të keni. Është një moment shumë pozitiv sepse lidhet me karrierën, sepse lidhet me disa vendime shumë të rëndësishme, por meqense ju të shenjës peshores jo se keni probleme, por hënë e plot dëshiron që të mos jeni nën presion, por të jeni të lumtur sepse kjo periudhë është më e mira për të marrë vendime, është më e mira për të arritur qëllimin tuaj, se duke pasur parasysh në shumë të gjëra, edhe pse jeni pak në dilemën tuaj ose keni pasur disa probleme, por këta janë probleme të qarta, të mundshme në ekonomi, dhe kështu që duhet se e keni mundësinë për zgjedhur problemet që ju e keni ose për të pasur disa çështje të rëndësishme. Në fushën e dashurisë duket se ndikimit që kanë bëjnë peshore dash, peshore akrep, peshore virgjëresh, ka diçka shumë pozitive, prandaj bini pas sepse shkoni në martesë. Një çështje ligjore me jashtë e zgjidhni sepse është koha më e mirë e mundshme tani. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenjë uji, një shenjë kokfort, do ta thosha unë, sepse padrejtësitë i kanë bërë kokfort, padrejtësitë i kanë bërë nevrik e kështu me radhë. Kjo do thot akripi. Hëna e plot, miqtë mi të kësaj shenje, duket se përqendroni në vëmendjen tuaj në çështjet të punës dhe të shëndetit.
dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm në dyja fushat. Periudha para datës lindjes, sepse ka një ndikim shumë të mirë kjo, ju jep mundësi, ju jep kohë, ju jep vendime, ndryshime të mëdha që mund keni në fushën e punës, në fushën e karrierës dhe në fushën e ndryshimeve të mëdha. Është gjithashtu një kohë ideale për të kontrolluar treguesit ose ata që doni juve, ato që dëshironi juve, se është koha më e mirë e mundshme për sa i përket dashurisë, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket ndryshimeve. Keni një padrejtësi që ju është bërë në fushën e ligjit, për juve që jeni çështje penale, problematika, do keni një gëzim shumë mirë, shumë pozitiv tani në këtë javë, sepse deri me datën 14 ka diçka shumë të madhe që do të për gjitha shenjat, por ju të shenjat e Akrepit jeni pak të veçantë në këtë aspekt. Prandaj nuk ka vend për tu shqetësuar. Gjithashtu në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë, qëndroni larg çështjeve që lidhen me sekrete të ndryshme ose çështje të mëdha që ndodhin, është problem dhe ka të pasur pa kujdes, sepse mund të mërziteni për gjëra të vogla, por juve nuk e keni këtë, sepse Hana e plot vepron si engjëll mbrojtës dhe nuk ju lë në baltë dhe ju ndihmon në kohë të vështira. Në fushën e dashurisë duket se ka të bëjnë shumë lidhjet afatgjatë. Akrep ujor, akrep peshk është diçka shumë pozitive dhe madje ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shigjetari. Përsa përket shigjetarëve, meqenëse duket se Hana e plot që zhvillohet në shenjën e dashit dhe kjo do të thotë ndikon shumë në shtëpinë e 5 të horoskopit tuaj, të shenjës tuaj, dhe kjo lidhet me çështjet e marrëdhënies me dashurinë e fëmijët, por edhe planet tuaja që keni në biznese. Hana formohet një katërkëndësh me sundimtarin tuaj, Jupiterin, dhe do të rrisë vetbesimin tuaj. Do të dëshironi të jeni protagonist dhe të bini në sy, por për shkak të Hanës së plot i zmadhon emocionet tuaja. Duhet në një kohë të kufizoni pak emocionet tuaja, sepse mund të rëmbeheni në përpjekjet e tuaja për të imponuar disa gjëra që nuk duhet bërë, prandaj keni kujdes në këtë. Karakteristika juaj më egoizmi nuk është se ka diçka kaq marr egoja. Okej, në rregull, por deri aty mund të shkoj. Por do pasur kujdes mos se teproni, mos tregoni të gjëra që doni të bëni sepse nuk është mirën tuaj. Ju bëni si do e bashkëdhëstuar, gjënë, po unë ju them që keni kujdes. Sepse do merrni shumë gjëra përsipër dhe kjo do të thotë ekonomi, kjo do të thotë stabilizim, por do dini mirë menaxhimin, sepse është një kohë shumë pozitive, madje ideale. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur disa lidhje problematike, duket se zgjidhen pikërisht tani, sidomos me dëm të dhjetëçit parë, me ujor të dhjetëçit të tretë dhe me peshk, ku është një kohë shumë e mirë për martesë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë britsjapi. Britsjapi dashur duket se ndikime që kanë bëjnë, Hënë e plot që u zhvillua datën 7 ka të bëjë me shtëpinë, familjen, pasuritë patundshme, prindrit, njerëz të moshuar dhe karriera juaj. Do bëni lëvizje jashtë shtetit. Është mundësia, ne keni kohën tani, një dokument mund ta merrni, një aplikim mund ta bëni. Është koha më ideale. Sepse nëse lëvizni ose në situata të papritura, do të thotë keni mirë buxhetin. Kjo ndodh që është mirë dhe keni mundësitë për të zgjidhur këto gjëra. Gjithashtu kemi të bëjmë edhe me çështjet ekonomike financiare, me ekonominë dhe kohën tjetër të mundshme. Në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe akrep të dhjetëçit dytë, është idealja me gërmashtypi. Shkojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë ajri, ala pozitive, që do thotë ujori. Përsa përket juve të shenjës së ujorit, ujorët kanë pozitivitet, kanë mundësi, kanë kohën, kanë ndryshimin, kanë vendimin, kanë pozitivitetin, pozicionin e planeteve, që u jepet një mundësi mjaft e mirë. Keni pasur mjaft të lashe juve të kësaj shenje, por i keni zgjidhur. Por mos harrojmë, sepse është një kohë fantastike, sepse kërkohet pak diplomaci. Është shumë e lehtë të thuash fjalën e gabuar, që do të shkaktoj grindje dhe konflikte, si në aspektin profesional ashtu edhe atë mjedisin familjar apo miqësor. Por më tepër, mund të mësoni një gjëra për njerëzit që më tepër do të thotë që ndryshe mendojnë, ndryshe veprojnë. Prandaj, pak e saktë. Kontrolloni 2 herë para se të mirëni vendimin e rëndësishëm.
Ajo që do të keni gjithashtu, nëse ju bëhet një propozim ose duhet të nënshkruani një kontratë, mos nxitoni të përgjigjeni. Do më kujtoni për këtë. Pra kam thënë dhe themet madhe, sepse ju e dini dhe shumë mirë se si funksionojnë dhe kjo do të thotë që të mbron disi, se kjo hën atë bën. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë ujor, dash, ujor shijetar, ujor peshk, është koha më ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë uji tani, që do shkojmë tek shenja e peshqeve. Hënë e plotë në shenjën e dashit, formon një katërkëndësh me sundimtarin tuaj tradicional që ka qenë Jupiteri dhe ndryshon shtëpinë tuaj financiare ose pozitivitetin që keni, pra mund të lindin disa shpenzime papritura, por më vonë do të kuptoni shumë gjëra që janë pozitive mbi çështjet e punës, të karrierës, të vendimeve të rëndësishme dhe kjo do thotë pa kujdes do t'ja dilni në fushën ekonomike. Disa çështje shumë pozitive që keni në lidhje me punën, lidhje me karrierën, do largoni nga ajo punë që jeni sepse keni diçka tjetër të re tani që lëvizni dhe diçka shumë pozitive. Dhe kjo hënë e plot duket se ju ndihmon jashtëmase për stabilizuar punën dhe karrierën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk të ditëshit parë, virgjëresh është idealja. Jeni ndarë me akrep. Ju them bisedojeni, sepse është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë mjaft korrekte nga ana juaj. Dhe kështu që do vi një moment në fushën e dashurisë një ofertë shpirtërore do të keni në 14 ditët që do vinë ose një ndarje që keni pasur, prisni bashkim. E do më kujtoni. Këto ishin pak a shumë miqtë e mi për sa i përket pikërisht kësaj hëne të plotë që ndodhi sot në Agim në datës 7 dhe mundësit koha ku gjërat ndodhin në 14 ditët që do vinë. Por pas sa të mbyll emisionin, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar ku do ndodhin në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar. Atëherë kemi pikërisht këtë faqen këtu, e klikoni dhe e shikoni se si funksionon dhe më pas duke zgjedhur paketën tuaj, numrin për katës të blerjes dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë përgjigjen në WhatsApp apo dhe në Viber. Për ju që doni në kohën që ne jemi live, e doni të dërgoni mesazh se si mund të dërgoni, kemi pikërisht atë butonin atje. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. Nga unë Robudha, ju uroj një ditë të mbar në çdo aspekt. Gjithë mirat.